Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka bërë të ditur emrat e 13 kandidatëve që synojnë për postin e drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit. Mes emrave për të spikatur të listës janë edhe Gledis Nano e Haki Çako, të dysh drejtues të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Andi Pokaqe, Artur Beu, Astrid Halilaj, Elton Kërluku, Gentian Doj, Gentian Shehaj, Gledis Nano, Haki Çako, Joni Keta, Marikjo Sheldia, Marinela Pilinqi, Miklovan Kanani, Nevroz Ndregjoni. Pas mbylljes së aplikimeve, procesi i kalon në fazën e verifikimit paraprak, gjatë të cilës Komisioni për zgjedhës i ngritur me urdhër numër 11798 datë 07/04/2025 të drejtuar të SPAK dhe në zbatim të vendimit numër 5 do të shqyrtojë dokumentacionin e paraqitur nga kandidatët për të vlerësuar përmbushjen e kushteve ligjore dhe kritereve të përcaktuara në ligjin numër 95 fraksion 2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Kandidatët që kalojnë fazën e verifikimit paraprak do të ftohen të marrin pjesë në fazat pasardhëse të procesit.